Përshëndetje, ja ku jemi sërish bashk. Në këtë video, unë do të vazhdoj sërish me ushtrimet me njësime, por me një tip tjetër ushtrimi. Pikërisht, thuhet që në një përbërje kam 75% karbon dhe 25% hidrogen. Të gjejmë formulën empirike të kësaj përbërjeje. E kam bërë dhe video të tjera në lidhje me këtë ushtrim dhe prap shikoj vështirësi të shumta te nxënësit. Ajo që unë ju rekomandoj ju është që gjithmonë nëse keni ushtrime të tilla me përqindje për të njësuar formulën empirike të një, në këtë rast kjo formulë do të ketë vetëm 2 element, karbonin dhe hidrogenin, ju duhet të supozoni gjithmonë që keni të bëni me 100 gram përbërje. Pra, unë kam them 100 gram përbërje. E nisë kështu zgjidhjen. Nga kjo 100 gram përbërje, 75 gram unë i kam karbon dhe 25 gram i kam hidrogen. Ky është hapi numër 1. Që filloj startin me këtë lloj zgjidhje. Pra hapi i parë, supozoj që kam 100 gram përbërje, ku nga këto 100 gram, 75 gram i përkasin elementit karbon dhe 25 gram i përkasin elementit hidrogen. Hapi i dytë, kthej masën në gram në numër molesh. Hapi i dytë, pra, kthej masën në gram e kthej në numër molesh. Pra, numër molesh. Duke ditur që masa atomike e krahasuar e karbonit është 12 gram për mol. Dhe masa atomike e krahasuar e hidrogenit është 1 gram për mol. Atëherë, them numri moleve të karbonit do të jetë masa në gram e karbonit mbi masa molare 75 pjesëtuar për 12. Pra, gram, këtu kam gram për mol. Dhe kam 6.25 mole karbon. Numri moleve të hidrogenit do të jetë masa në gram e hidrogenit pjesëtuar për masën molare të hidrogenit. Pra, kam 25 pjesëtuar për 1. 25 mole hidrogen. Pasi kam gjetur numrin e moleve të secilit, pra element që ndërton këtë formulë, do të pjesëtoj hapi numër 3, do të pjesëtoj pikërisht me numrin e moleve më të vogël. Numri moleve më të vogël krahasuar 6.25 krahasuar me 25 është me numrin e moleve të karbonit. Pra, në këtë rast, për të gjetur raporti më të vogël të mundshëm që ekziston në këtë element. Pra, që ekziston midis këtyre 2 elementeve për të më dhënë formulën empirike. Atëherë, shkruaj numri i moleve të karbonit me numrin e moleve të hidrogenit. Është 6.25 është 25 mole. Pra, unë të pjesëtoj me 6.25. Numri moleve të karbonit më del 1 dhe numri moleve të hidrogenit më del 4. Pra, raporti më i vogël i mundshëm ndërmjet këtyre 2 elementeve është 1:4. Pra, karboni qëndron te hidrogeni si njëshi me 4. Formula empirike është CH4. Kjo është formula empirike që mua më kërkon ushtrimi, pra është metani. Dhe në këtë mënyrë unë jap zgjidhje ushtrimit tim. Pra, duke ndjekur hap pas hapi, pikërisht këto 3 hapa që unë përmenda për të dhënë zgjidhjen e ushtrimit. Sado voluminoz që ju ta keni ushtrimin me sado element
përbërës, përveç karbon, hidrogen, mund të ketë oksigjen, azot, ju duhet të ndiqni të njëjtën rrugë. Në qoftë se ndiqni të njëjtën rrugë, zgjidhjen do ta keni gjithmonë tuajën. Ju falenderit.